Të nderuar deputet, një muaj e gjysmë pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, jam i nderuar që para jush të paraqes ekspozen për mandatin e ardhshëm si kryeministri i Republikës. Me që shumica e elementeve programore dhe zotimeve konkrete tashmë janë paraqitur publikisht në këtë sallë me 26 tetor, do të përpiqem të jem sa më i shkurtër dhe të prezantoj kabinetin e ri qeverisë. Këto gati 5 vitet e fundit, nga të cilat pothuajse një vit si qeverinë e detyrë, pra pa kompetencat plota, kemi ndërtuar dhe zhvilluar një Kosovë më të drejtë, më të fortë dhe më gjithëpërfshirëse. Kemi pasur rritjen ekonomike më të lartë në rajon, përkundër sfidave globale si pandemia, kriza energjetike dhe inflacioni, me një rritje mesatare reale prej 6% të bruto produktit vendor, duke mos rënë asnjë vit nën 4%. Kur e morëm përgjegjësinë për të udhëhequr vendin, bruto produkti vendor ishte rreth 7 miliardë euro. Vjet me punë të ndershme dhe politika të drejta ka arritur në 11 miliardë euro. Ndërkaq projektojmë që si vjet bruto produkti vendor të arrijë në 12 miliardë euro. Për herë të parë në mandatin e ardhshëm, bruto produkti vendor për kokë banore në Kosovë do ta tejkaloj vlerën prej 10.000 euro. Sfidën e inflacionit që i ka goditur të gjithë, kemi arritur ta menaxhojmë me politika mbështetëse për qytetaren dhe jemi vendi me shkallën më të ulët të inflacionit në rajon pas Shqipërisë. Kemi shtuar punësimin nga 350.000 punësuar në 430.000 punësuar, me fokus të rinia dhe gratë, si dhe kemi arritur që të ardhurat e familjes të ngriten duke rritur pagën minimale, pensione, shtesat për fëmijë, por edhe pagat në sektorin publik, të cilat gjatë këtij mandati që po e përmbyllim tash, kanë shënuar rritje mesatare prej 47%. Kjo rritje do të vazhdojë edhe në mandatin që vjen, në përputhje me rritjen e buxhetit dhe performancën ekonomike, duke ngritur pagën mesatare në sektorin publik mbi 1.000 euro në muaj. Rritjen ekonomike nuk e kemi mbajtur në shtet, por e kemi shpërndar në popullsi duke shtuar mirëqenien shoqërore. Shtesat për fëmijë sot janë 30 deri në 45 euro për çdo fëmijë, ndërkaq mandatin e ardhshëm do t'i dyfishojmë ato. Pra nga 0 sa i gjetëm në 45 dhe në mandatin e radhës nga 45 në 90 euro për fëmijë për familjet me 3 e më shumë fëmijë. Me këtë rritje do të lëmë prapa edhe disa shtetet Bashkimit Evropian sa i përket shtesave për fëmijë. Njashtu edhe shtesat për nënat e reja, lehonat, do t'i rrisim në 500 euro në muaj për 6 muaj. Në afër 1800 ditë qeverisje, kemi marrë gjithsej mbi 2700 vendime. Qeveria jonë ka mbajtur gjithsej 286 mbledhje fizike dhe online, një mesatare prej afër 60 mbledhjesh në vit, apo edhe më shpesh se një herë në javë. Nga vendimet e qeverisë, 320 kanë qenë projekt ligje, 72 koncept dokumente dhe 20 nisma legjislative. Pra rreth 17% e tyre kanë pasur karakter legjislativ, parafërsisht 1 në 6 vendime. Kemi dëshmuar një ritëm të lartë dhe të qëndrueshëm vendimmarrje me theks të veçantë në reforma ligjore. Siç e dim, janë liberalizuar vizat në zonën Schengen dhe tani pasaporta e shtetit tonë është më e fortë se kurrë. Është përmirësuar imazhi i vendit duke u ranguar në top lista për siguri dhe rend, siç ishte ajo e institutit Gallup International, dhe kemi siguruar edhe vlerësimin kreditor sovran 2B- të Fitch Ratings, që nuk është keq për fillim, e gjë që na hap dyert të reja për investimet huaja direkte. Sot ne jemi vendi më demokratik në rajon, një arritje kjo si e shoqërisë ashtu edhe institucioneve tona, të cilat janë të ndërtuara mbi vullnetin qytetar e vlerat demokratike dhe ky standard duhet të ruhet, të mbrohet dhe të avancohet. Të dashur qytetar, më lejoni që së pari t'ju falenderoj juve, ata që votuan lëvizjen vetëvendosje, por edhe një rekord historik të ri kësaj radhe, e t'i falenderoj edhe të gjithë ata të cilët votuan subjektet e tjera për pjesëmarrjen në zgjedhje, për shprehjen e vullnetit të lirë
dhe për përgjegjësinë e lartë qytetare përgjatë gjithë procesit zgjedhor dhe pas tij të treguar pa dallim. Të nderuar deputet, gjatë këtyre viteve, siç kemi qenë dëshmitar të gjithë, jemi përballur me provokime të vazhdueshme dhe me sulme të shpeshta të Serbisë, por ne veçse kemi forcuar policinë dhe sundimin e ligjit, ushtrinë dhe mbrojtjen e vendit. Sfidat u përballuan me sukses dhe madje i kemi kthyer në mundësi për progres. Investuam në ushtri dhe në fuqizimin e policisë, në shtrirjen e sovranitetit dhe në luftimin e kriminalitetit. Në politikat sociale për nënat e fëmijët, për trijtë e pensionistët, në mbështetje të fermerëve dhe të bizneseve të vogla e të mesme. Prekëm çdo shtresë e çdo qytetar, secilin komunitet e vendbanim anë e kënd Republikës. Shteti ynë nuk zgjedh midis zhvillimit ekonomik dhe drejtësisë sociale dhe sigurisë kombëtare, por i përqafon të trija si shtyllat pandashme të progresit dhe të mirëqenies së përbashkët. Ne besojmë thellësisht se një ekonomi e fuqishme dhe një shoqëri e barabartë janë të ndërlidhura, se bizneset dhe start-upet nuk janë vetëm motori i rritjes, por edhe kontribues të mirëqenies së përgjithshme. Vizionin e synimet tona i realizojmë mbi parimet politike dhe mbi vlerat që i kemi mishëruar në kushtetutën tonë. Mbrojtjen e të drejtave të njerëzit dhe të drejtave civile, të drejtat e komuniteteve jo shumicë, garantimin e dinjitetit njerëzor dhe barazinë për çdo qytetar pa privilegje e favore. Këto janë udhërrëfyes për çdo vendim që marrim, për cilën do reformë që nisin, për secilin aktivitet që bëjmë. Kosova, sot të nderuar deputet, të dashur qytetar, është më demokratike dhe më e sigurt se kur më parë. Institucionet tona sot janë edhe më të besueshme e më të qëndrueshme. Kosova është rreshtuar në anën e paqes, të drejtësisë dhe të aleatëve të saj demokratik. Aleanca jonë me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretërinë e Bashkuar, me NATO-n dhe me vendet mike nga Kanadaja e deri te Japonia, nuk do të lëkundet sepse ky bashkëpunim nuk është thjesht strategji, është vlerë. Sepse ne nuk jemi vetëm pjesë gjeografike e kontinentit evropian, por pjesë e vlerave politike të tij, lirisë, solidaritetit dhe parazisë. Në 4 vitet e ardhshme do të forcojmë aleancat, do të investojmë 1 miliard euro në mbrojtje, do të rekrutojmë ushtarë të rinj, do të shumëfishojmë numrin e oficerëve, do të funksionalizojmë fabrikën e municionit, do të zhvillojmë industrinë ushtarake të Kosovës dhe do të prodhojmë dronët luftarak made in Kosova. Do të vazhdojmë mbështesim fuqishëm procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët rajonal mbi bazën e barazisë dhe të përfaqësimit barabartë, sepse besojmë që fqinësia e mirë evropiane dhe bashkëpunimi rajonal i kontribuojnë si paqes ashtu edhe sigurisë. Do të punojmë me çdo çështri në dorën e bashkëpunimit mbi bazën e respektit të ndërsjellët. Normalizimin e marrëdhënieve me fqinjen tonë verior Serbinë do ta ndjekim përmes dialogut konstruktiv e kreativ, përmes marrëveshjes tonë bazike të Brukselit dhe aneksit të zbatimit të Ohrit. Por, siç kemi vepruar në 4 vitet e kaluara, normalizimi është çështje e rregullimit të marrëdhënieve mes dy shteteve, pra si raport bilateral e jashtëm e jo ndërhyrje apo përzierje në çështjet e brendshme. Qeveria do të mbrojë dhe zbatoj kushtetutën dhe ligjet në fuqi në çdo cep të vendit tonë. Të nderuar deputet, qytetar dhe partner ndërkombëtar, në mandatin që po shkon, Kosova dëshmoi se është shembulli i demokracisë dhe i zhvillimit në rajon me rritjen më të madhe ndonjëherë në të gjithë indikatorët e demokracisë. Tani është koha të tregojmë se jemi shembulli i inovacionit dhe i drejtësisë efikase. Në këtë mandat, reforma në drejtësi do të hyjë në fazën e saj vendimtare, do të vazhdojë lufta kundër korrupsionit dhe ligji do të zbatohet pa frikë dhe pa favore gjithandej Republikës.